Në një ran populli zgjihet. Ja si zgjidhet ajo. Ja si zgjidhet. Evropa të mos mbështesi qeveritarët e korruptuar, edhe sundimtarët, diktatorët, por t'i hapi rrugë popullit, t'i thot tyre, hapni zyrat, populli të ankohet, populli të akuzoj, populli të denoncoj. Se ky thot, unë mbështes thot drejtësinë, Edi Rama, unë mbështes thot Shpakun, bile jemi ne ata që e miratuam edhe e mbështesim. Sa është e vërtet, ky është armiku më i madh i drejtësisë në Shqipëri. Ky është armiku më i madh i Shpakut dhe i gjykatës. Pse i them këtë? Po si s'është armik? Ky thot, ne nuk i denoncojmë thot të korruptuarit në prokurori. Çfarë është kjo? Kjo do thotë që ky është nxitsi dhe mbrojtësi i të korruptuarve. Tani, këta të korruptuar, a janë të këtia? A i ka emëruar ky në punë? A duhet i kontrollojë ky? Tjetër, po kush janë viktimat e vetme të korrupsionit në vendin tonë? Janë qytetarët. Pra qytetarët e ndjejnë kurriz korrupsionin. Atëre, këta do t'jenë qytetarët, do t'jenë ata informuesit e parë të saktë edhe falas të qeverisë për t'i informuar. Po përderisa ky i ka shpallur armik qytetarët, duke i mbyllur gojën, atëre, çfarë kërkon ky? Pra ky ka mbyllur të rrugën në Evropa, se kupton këtë? Ku ndodh në botë kjo që populli nuk merr dot një telefon të i thotë kjo, ore po vjedhët kjo, po vritën këta. Ky është i korruptuar, ky bëri padrejti. Ku? Në çfarë të botës ndodh kjo punë? Ore unë kam marrë në Amerikë, valla. Një telefonat e imja ka ngritur në këmbë një shtet të tërë Michigani. Na mësojnë këta me këto gjëra. Po Evropa nuk e shikon. Kështu e ka Evropa. Kështu e ka Evropa. Qytetari kaq pa vlerës atje. Atëre kur është kaq pa vlerë qytetari gjatë jetës, pse votojmë ne për këta qeveritar? Pse votojmë? Kur bashkia që është pushtet vendor s'ta përfill. Ka derë mbyllur. Edhe dera mbyllur e bashkisë. Edhe në bashki, sikur kjo dera e bashkisë duke mos lënë, sikur ka tabel, ndalohet hyrja për qytetarët dhe qend. Ja. Kështu vepron dhe ky, ndaj nesh. Se edhe për gazetarët kur i dëgjon. Ju sulën gazetarëve, sikur ky është, nuk e di unë se si e pranoi në për studio këtë njeri. Nëse duan për karrios tek. Po mirë, po Evropa nuk e dëgjon këtë se si flet ky, si komunikon ky. Si pas ka punuar ky më. Edhe tjetër, diçka tjetër, që është më konkrete. Po mirë, marrin për moment se Evropa që me bindur që Rama pas ka sukses. Dakord. Për moment, unë po e pranoj. Tani, pse nuk guxojnë të thonë se kush janë këto sukseset, kush janë këto kushtet që pas ka plotësuar Rama? Në të gjitha fushët e jetës. Një nga ato është reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi. Më fal. Ore, qa kam përfituar unë si qytetar? Ato reforma në drejtësi, po e shikojmë neve. Të tërë po e akuzojnë. Ato janë të shkallëve të tjera. Ore ti s'ke kushtetutën, mor. Ti s'ke kushtetutën. Neni 2 i kushtetutës thot. Sovranitetin në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Ku është sovraniteti? Po pra, populli duhet ta ushtrojë sovranitetin e tij kur voton. Edhe shkon në Të lutem. Në 24 korrik 2024, Edi Rama dhe Sali Berisha nëpërmjet hjellëqerëve tyre deputet ja hoqi këtë të drejtë popullit shqiptar. I tha listat e mbyllura, këto ju do votoni tha. Ç'a do votojmë ne? Ç'a themi neve? Ata që themi ne, hajdutët kriminalët, ç'a duam ne, pa aftët besikët tanë, ta do votoni juve. Se, ç'a ka ndorë populli? Mos thuaj mua, kur ty nuk të dëgjon njeri, kur ty s'të qas njeri, kur s'të përfill njeri, kur s'të dëgjon njeri kur proteston, të lutem shumë, ç'a i ka ngjerë popullit shqiptar të bëj? A shikon, reagimi i parë i shqiptarëve është janë mbathur për ditë. Për ditë po ikin. Evropa nuk e shef të. I thua popullit, kush është ky popull? Se populli nuk është një dordolec, edhe merr dhe vendose e çon gjikundit. Populli është individ. Ti ke mbi 100 organizata jo qeveritare që financohen nga të huajt. Më thuaj çka kanë bërë këta? Çka ka bërë ajo? Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
Çka kanë bërë? Asnjë gjë s'kanë bërë. Kush erdhi në protestat tona? Nësa erdhi as avokati i popullit. As ai nuk erdhi. Ç'a avokat populli shky? I kam thënë unë, ai është djalli, avokati i djallit, jo i popullit. Për çfarë duhet ai institucion? Sa për të marrë rrogën 3-4 milion. Tjetër, me që Evropa, që thot i ka plotësuar kushtet dhe nuk guxon të thot se çfarë nga ana ekonomike, politike, juridike, sociale, nuk e thot dot, sepse s'ka bërë asnjë gjë. Dhe unë mund t'ja faktoj 1-1 se çfarë nuk ka bërë Edi Rama në këtë drejtim. Marrim tjetrën. Po mirë, nëse do kishte sukses kjo Evropë, të parën gjë do thoshte, sepse ishte ajo që inicioi në fillim në 90-s që tha, Shqipërinë do të bëjmë si mbarë Evropa. Pse nuk ka thënë deri sot për 35 vjet, çfarë elementesh që ka Evropa sot, ka pas gjatë kësaj kohe dhe është implementuar te ne këtu. Në favor të individëve, të familjarëve, të punojtëve. Punë jo, arsim jo, shëndetësi jo, të drejtat njeriut jo. Atëherë të lutem shumë, ç'a kemi marrë nga Evropa neve? Po Shqipëria. Po ti vetëm Tiranë, vetëm Tiranë, më fal, të lutem, më fal. Vetëm në Tiranë 20% e fëmijëve shkojnë në çerdhe edhe në kopshe. 80% nuk shkojnë. Vetëm në lagjen numër 14, Astiri dhe Yzberishi janë të ndërtuara mbi 50 pallate 10 katëse. Me ligj Bashkia e Tiranës përfiton nga këto ndërtesa 11% sipërfaqes. Pra nga një kat që kanë nga 10, 15 apo 20 hyrje. Pra në 50 pallate janë Bashkia ka marrë vetëm në Yzberish dhe në Arsir ka marrë mbi 500 hyrje. Pra mund të ishin futur në kopshe, në çerdhe, në shkolla, biblioteka, qendra kulturore, të gjithë fëmijët pa preshtim. Por në Yzberish nuk ka as dhe një çerdhe, as një kopësh, as një shkollë. Çfarë ka penguar? Po mi këto nuk i dëgjon Bashkimi Evropian? Pse s'thot një fjalë? Zoti Dyshniku ju përmendët të gjitha ato elemente që do duhet kishte bërë Bashkimi Evropian kundrejt Shqipërisë. Por tani e tutje, çfarë mendoni se duhet bëj Brukseli dhe sa besoni ju që Brukseli mund të ndërhyj, ai sa mund ndërhyj për të ndryshuar atmosferën politike në Shqipëri, por edhe për të krijuar ato lehtësi apo mundësi që Shqipëria vërtet të bëhet si gjithë Europa? Të parën gjë, Brukseli duhet të ndaloj joshjen dhe mburrjet për Edi Ramën. Të parën gjë, duhet të pranoj që ka gabuar që nuk ka dëgjuar popullin shqiptar. Duhet të pranoj që deri më sot nuk ka heshtur dhe nuk ka parandaluar të gjitha fatkeqësitë që këta politikanë i kanë bërë popullin shqiptar për 35 vjet. Por ka luajtur rolin e zjarfiksit. Pra, plasin 97-a, për unë pelikanin këtu ata. Plasin Gërdeci, yra futën në NATO. Jo kjo rol, duhet rol parandalus. Po kur s'ka institucione, kështu është. Prandaj Bashkimi Evropian sot, përveç këtyre që thash, duhet t'i bëjnë një analizë të plot, unë e them gjyqin politik, zhvillimeve politike, ekonomike, juridike, sociale, ushtarake të vendit të 35 vjetë dhe të pranoj me ndeshmëri ku ka gabuar ai, ku ka gabuar politikanë shqiptarë. Po s'u bë kjo, Bashkimi Evropian nuk është me popullin shqiptar.